Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur me përgatit një mish special që bëhet shumë i shishëm, sikurse për familjen tonë, ashtu edhe kur të keni mysafir të ftuar special. Është një mish tepër i shishëm që përgatitet nga këta përbërës. Krejt çka ju nevojiten janë 1 kilogram mish të viçit ose të lupës, e kemi nda kështu në copa, ju edhe krejt holla, si shpeshifni. Një lugë të gjellës me salcë të domoteve, 50 gram buter për ndryshe gjalp, një lugë të gjellës me miell, perime të përzira, i ku mora ashtu të ngrira, gjys spece kështu të verdh ose carit, gjys spece të kuqe, 4 patate, 2 vogla ose 2 të mëdhaja, 4 qepi kemi gri, një lugë të gjellës me biber të kuq, një lugë të mes me hullër e bluar ose 2-3 thalbi hullër të fresk, një lugë të gjellës me veget, një lugë të mesme, jo plot me krip, një lugë të qajt, biber të zi, një lugë të mesme me rozmarin, pra me mes, edhe një lugë të gjellës me magdanoz të terur, pashtu pak vaj, edhe në fund në nëvidet pak ujë pashtu. Bismillah, fillojna me përgadit. E kemi qitë vajnë edhe gjalpën, pra tash deri sa të shkrihet përzina dyja. Tengjera bëhet kështu pasi që ja qesin pra vajnë që të nxejt vajnë mirë, edhe përzina deri sa të shkrihet edhe gjalpa. Pasi që është shkrit gjalpa edhe vajnë, tash morrin edhe qesin sopat e mishit. Mishin e pjekëm 2 ondë mirë, e mbëllojna mastore pra të gjirë. Tash të e rrotullojna pra mishin e nën pjekët. Në të dhjën, pjekët mishi mirë, kështë të shëtë. E mbëllojna pra të gjirën me kapak. Mishi është pjekur në të 2 ondë. Tash i morrim qep. I ka vëdisin edhe qep mire me mishin të bashkë. Prap e mbulojna të nxirën edhe për një 3-4 minuta që të ka vëdisin mirë edhe qep. Në anën tjetër e ku morë 1 litër ujë, e kom qit me pakall. Shtojnë atash millin edhe krejt me mesat që i kam përmendur në fillim. Edhe salcën e specave, nëse s'keni mundën edhe salcë të domoteve. I përzina gjitha, nëse s'keni as salcë të domoteve, mundën i me qit një lugë plot gjellës me ajvar. Përzina me taj të dukës. E kemi largu edhe kapekën. Tashti është ka vëdisur mishin e qep, morëm bismillah ujin që e kemi përzin me gjitha me mesat edhe millin edhe i qesim branda. E përzina. Shtojna specat, i shtojna patatet, si dhe perimet e përzira, të gjitha në një vend. Deri me tani ka qenë pra shpërejti quar ose proqa në temperaturë 9. Tashti e ulim temperaturën prej 9 në 4 ose në 5, edhe pse që kë të nxire, zihen ushqimet shumë a shpejt, se të nxire normale, pra nëse ju shterët lango, keni qef mjashtu edhe pak ujë, mundën i lirisht mjashtu, tashti e mbëllojna të nxire me kapak edhe lojna pra në temperaturë të ullë që të zihet edhe mishi edhe perimet.
Derisa të zihet edhe mishi, tash ti e përgatitim edhe orizin. E kom pastru pra 400 gram oriz mirë derisa ka mbet ujë i pastërt. Marrim tani një lugë të mesme me veget, një lugë të gjellës buter për ndryshë gjallë. Tek tenxherja kemi hedhë vaj, edhe kemi lënë vajin që të nxehet pra mirë. Mandej na nevojitet edhe pak ujë, kështu që vaji është nxehur, bismillah hedhim edhe orizin e pastruar tek vaji i nxehtë. E ka rëdisim orizin për 3-4 minuta në vaj të nxehtë. Shumë herë kemi pyet motra të dashura çfarë lloji të orizit përdor, e shehni këtë gjithmonë e blejtë kuqe, pra me këtë lulën e kuqe. E kemi ka vërdit orizin me vaj për 4 minuta. Pra tash të morëm një lugë të mesme plot me veget. Qesim, shtojna një lugë të gjellës me buter për ndryshë gjallë edhe tash të morëm në fund ujin e vluar të nxehtë, qesim orizit për vlona. Derisa të mbulohet orizi tërësisht me ujë të vluar të nxehtë. Pasi që është kry edhe gjallë, pa e kemi përzimi orizin e vegetën, mandej e mbulojna tenxheren edhe ulim temperaturën e shpërejtit prej 9, 3 ose 4, zihet orizi derisa të shtërrohet, pra ujë. E lojna ashtu të mbuluar tenxheren me kapak. Orizin e shefni veç është të zi, tash pra e lojna derisa ti hiket krejt aj langu, edhe pse është krejt fund. Për fundim, e nollim tani e shpëretin, edhe ja qesim 4 pallomat kuzhinës, kështu për mi, se që për shefni langu është shterër. Ja qesim pra pallomat e kuzhinës edhe e mbulojna tenxheren me kapak, e lojna anash që ta thithin ato pallomat pra këtë lagshtin nga të nxehtë. Anash se e mbulojna me kapak. E shikonim basi kemi mbulu pra orizin me kapak. Tenxheren që është avullosur edhe tenxherja, tash e largojna. E ka pi krejt, e ka thith pra atë lagshtin që ka qenë brenda, tash e largojna edhe pallomat e kuzhinës. Edhe kështu duket pra orizi. Super i sheshem që ja vlen gjithmonë ta përgatitni kështu. Kur doni me përgatit pra oriz që bëhet kokër me tenxhere. Prapë mbulojna tenxheren me kapak edhe e lojna anash. Edhe mishin e kom zi pra për 1 orë e 30 minuta në 4 e kom lënë ploqen, gjys ore pra 30 minuta para se me nalë shporetin, ja kom shtu edhe një gotë 200 ml me ujë të nxehtë. Ja vlen ta provoni, është mish pra i viçit, ose përgatitni me mish lupes, këtë tenxherja që shpash edhe në fillim e zi mishin ma shpejt. Në varet edhe mishi që është pa ashtu, me kon e viçit normal ato e din gjithë, zihet ma shpejt, me kon e lupes vanan pak ma gjatë, sepse është më i vjetër mishi, kështu që për 1 orë 30 minuta e kom lënë pra ploqen e lëshume në 4. Bëhet një mish i butë perfekt, që s'keni nevojë ekstra me përgatit sos, sepse është sosi i vetë perfekt, me perime, në anën tjetër po ashtu, orizin që e kom përgatit, se kur s'keni me ndru, bëhet shumë i sheshëm, kokër krejt, një salat anash, një pite të një tradita shqiptare, çfarë do lloji doni,
ashtu e ka tradita jonë edhe tradita më e bukur. Kështu që ju them vërtet ja vlen ta provoni këtë mish me sosin perfekt, një mish i butë që ka më kënaqë si familjarët, si kurse edhe mysafirët tuaj. Ju përshëndes juve përzemërsisht motra të dashura vllazën, po ashtu ju lumshin duart nëse e provoni. E faleminderit për përkrahjen që ma bëni komente të bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit. Them miru pafshim.